Një aksident i rënd ndodhi paraditën e sotme në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit, në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë piramidës, ku 3 fëmijë të mitur u përplasën nga një automjet i cili po ecte në korsinë e dedikuar të mjeteve të transportit publik. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:30 dhe tronditi banorët dhe kalimtarët e zonës. 2 nga fëmijët ishin duke lëvizur me monopatina elektronike në korsinë e biçikletave, ndërsa një tjetër i mitur ishte në një monopatin tjetër pranë tyre. Sipas burimeve të para, ekziston dyshimi se fëmijët nuk kanë respektuar sinjalin e semaforit dhe kanë kaluar kryqëzimin, ndërkohë që semafori tregon të kuqe për ta. Automjeti i bardhë, i cili i përket rrjetit të supermarketeve Pro Natyra, po eci drejt Unazës në një zonë me shumë lëvizje dhe në kryqëzim i ka prer rrugën fëmijëve duke i përplasur dhe duke i marrë përpara disa metra. Forca e përplasjes ishte e madhe, gjë që dëshmohet edhe nga dëmtimet e mëdha të shkaktuara në xhamin përparm të makinës, i cili u thye pas impaktit. Monopatinat e fëmijëve u dëmtuan rënd, disa pjesë të tyre janë shkatruar pothuajse plotësisht, duke treguar për intensitetin e goditjes. 2 prej fëmijëve, një 9 vjeçar dhe një 11 vjeçar, ndodhen në gjendje të stabilizuar dhe po marrin trajtim në spitalin e traumës, ku po mjekohen për dëmtime në krah dhe këmbë. Ndërkohë, një tjetër 11 vjeçar është në gjendje kritike, pasi ka marrë një goditje të rëndë në kokë dhe aktualisht po mbahet nën kujdesin intensiv nga mjekët. Mjekët shprehen të rezervuar për gjendjen e tij, ndërsa familjarët presin me ankth lajmin për shëndetin e të miturit. Shoferi 41 vjeçar i automjetit u shoqërua menjëherë në komisariat për të marrë në pyetje dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Policia ka nisur një hetim të thedhuar dhe është duke analizuar edhe pamjet e kamerave të sigurisë në zonën për të përcaktuar nëse fëmijët kanë kaluar semaforin me të kuqe apo nëse drejtuesi i automjetit ka qenë duke drejtuar me shpejtësi të tepruar ose në kundërshtim me rregullat e trafikut. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë e fëmijëve në rrugë dhe nevojën për masa shtesë për mbrojtjen e tyre.